Bashkë me pjesën e parë dhe me bisedën e parë të emisionit #Gjesi këtu në të 7, si që kemi paralajmëruar që është në fillim të emisionit, do ta kemi në studio Margarita Rashitin, zëdhënëse e Keskos, ku do të flasim për sfidat e sektorit të energjisë nga pikpamja e Keskos. Po para se me nisë bisedën në mënyrë serioze, kështu me folë për Keskon, po du me të pyet Margarita që shje mas pare. Mirë mëngjesi, jam shumë mirë, shqyqër zotit. Mirë u qumë, tash të shojmë që hapën asjel dita. Më disponem në ajer dhe kështu që kjo ka rëndësi. Pa tjetër që po. A je personi mëngjesit heq? A të pëlqenjë mëngjesit kështu? Po, faktikisht, unë veç personi mëngjesit jam, zakonisht zgjona shumë herët, kështu që nuk është që i kam sfid fare këto intervistat e mëngjesit. Okej, do të po qësh është një rutinë është ta e mëngjesit për Margaritën marë parasysh fakti që je angazhume me një institucion kogja të rëndësishëm edhe që dënë shumë punë edhe për kushtet? Zakonisht zgjohem rreth orës 6, 5:30, varësisht prej ditës, po gjithsesi mendoj që të zgjuarit herët ka shumë benefite, je shumë ma shumë e këfilt në atë aspektin që mund është me ba punë shumë ma shumë edhe fokusi është gjithmonë më i madhë se sa gjatë periudave të tjera të ditës. Okej, po nisim tashmë bisedën në mënyrë serioze. Qësh ka qenë, si ka evolu konsumi i energjisë elektrike në vitin 2025, krahasu ndoshta me vitet e paraprake, dhe cili është funksioni i Keskos realisht, ndoshta për krejt ata të cilët nuk e kanë të qartë funksionin e Keskos? Atër pa dyshim që nga vitin e vetë kemi një trend të rritjes së konsumit, dhe thëtë për çdo vetë vrehet rritje shumë e madhe se sa vitet paraprake, gjithsesi nëse flasim për vitin 2025, konsumi ka rritje prej rreth 6% nëse e krahasojmë me vitin 2024. Ndërkaq sa i përket funksionit të Keskos, duhet të kuptohet që Kesko ka dy role. Do të thotë përpas furnizuesit, ai ka rolin edhe të furnizuesit për shërbim universal, ku aktualisht kemi 85% të konsumatorëve, pra përfshin konsumatorët e anvisnisë edhe konsumatorët biznesorë të vogla, pra ata të cilët nuk kanë dalë në treg të hapur, edhe furnizohen me tarifa të rregulluara, të miratuara nga zyra rregullatorit. A e keni importu energjinë elektrike dhe pse është rrit importi, pse rritet importi? Gjithmonë, kur rritet kërkesa për konsum, paralelisht rritet edhe importi. Do të thotë nëse flasim për 2025-ën, kërkesa për konsum ka rrit dikon deri në 1600 MW, në ndërkohë që prodhuesi vendor ka rrit me prodhu, si me thonë, 800 deri në 850 MW. Dhe gjithë këtë diferencë në mes kërkesës për konsum edhe prodhimit vendor ne duhet me mbulu për mes importit. Edhe realisht kjo është arsyeja pse edhe rriten kostot pastaj. Importi i energjisë rritet paralelisht edhe me kërkesën për konsum, plus marë parasysh që një njësi gjeneruese termocentralit Kosova B ka qenë në remont për 5 muaj, edhe kjo ka ndiku që gjatë kësaj periudhe me pas edhe rritje të importit. Në vitin 2025 kemi importu për 23% ma shumë se sa në vitin 2024. E normalisht ka shumë faktorë të cilët ndikojnë edhe në rritjen e konsumit, e gjithashtu mandej edhe duhet importi për me siguru furnizim stabil edhe qëndrueshëm për konsumator. Po gjithsesi duhet me ritheksu që nga viti 2021 edhe kur ka ndodhur kriza energjetike, çmimet ju mbat pa parashikueshme. Do të thotë nuk është që mundesh me parashiku sakt se sa do të kushtoj 1 megawatt, sepse janë gjithmonë në lëvizje. Edhe ato po ndryshojnë nga ora në orë, se lere më nga viti ose nga dita në ditë. Kështu që nuk mund të kemi një parashikim të saktë se sa do të jetë çmimi edhe në bursa ndërkombëtare. Pra, me sa mujta me kuptu për me qatë ndoshta edhe për shikuesit, konsumi gjatë vitit 2025 edhe gjatë kësaj periudhe të vitit ka qenë më i madh se viteve të kaluara dhe prandaj është rritë edhe kërkesa për import. Patjetër që po, ashtu si që thash edhe më parë, do të trendi i rritjes së konsumit po shkon çdo vit të jetë më i lartë se sa viteve paraprake. Mund të ketë shumë lloj arsye, po një nga çështjet sidomos gjatë stinorit të dimrit është edhe ngroja me energji elektrike. E padyshim ndoshta edhe zëvendësimi, gjitha
i gjitha atyre, si me thonë, shërbimeve të cilat ndoshta më herët nuk i kemi marrë përmes energjisë elektrike, tash ka fillu me u transferu gjithçka në marrjen e këtyre shërbimeve me energji elektrike. E përmend destinën e dimrit edhe po du me undalë tek pjesa e janarit ku i kemi pas disa reduktime. Do të thonë që sipas Keskos kanë ardhur për shkak të devijimeve nga rrjeti ndërkombëtar. Mundesh më na tregu pak më detajesh ndoshta rreth kësaj pjese që edhe shikuesit dhe publiku ta kuptojmë më qartë këtë pjesë? Patjetër që po, zakonisht kur ka kërkesë të lartë për energji elektrike, mungojnë edhe kapacitetet. Si që deni, Kosova ka 4 kufe energjetik, do të e ka atë me Serbin, i cili fatkeqësisht nuk është funksional, e për këtë gjë ka folur edhe ministra Rizvan Olli në forumin ekonomik në Davos. E kemi kufirin me Malin e Zi edhe me Maqedonin e Veriut, po që kanë kapacitet të kufizuar, edhe është ai me Shqipërinë e cila shfrytëzohet për tregtimin me Alpex. Natyrisht që me Alpexin jemi shumë të lumtur që gjatë vitit 2025 kemi arrit me bashkëpunu edhe me tregtu energji elektrike, po gjithsesi ai treg nuk është shumë likuid. Do të thotë nuk ka shumë kapacitet atë sa ne e kemi të nevojshme. Edhe për shembull nëse e marrim një gëp ose një shishe e cila të nxen veç gjysmë litre ujë, nuk mundesh me i shti 1 litër ose 2 litra aty brenda sepse kapaciteti është shumë i kufizuar. Njëjtë ka ndodhur edhe me energjinë elektrike. Nuk kemi mujtë me siguru energji për me prunë në Kosovë për shkak të kapaciteteve të kufizuara të cilat i kanë këto kufenj. Normalisht që kur ndodh kjo atëherë duhet të tërheqim energji elektrike nga rrjeti ndërkombëtar apo të shteteve të tjera edhe padyshim që mandej kjo shkakton penalitete se po e merr në formë të paautorizuar, po gjithsesi për neve ka qenë e rëndësishme që me siguru furnizim stabil për konsumatorët, po gjithsesi nuk duhet asnjëherë të ndodh një gjë e tillë, po në sektorin energjetik mund të ndodhin edhe gjëra të tilla. Pra do thotë qëndrojmë aty me kapacitetet energjetike që i ka Kosova, apo? Në çfarë aspekti po mendon? Çfarë kapacitete energjetike kemi ne si vend, kështu më na tregu, edhe pse vindësht këto... Është shumë e kufizuar, do të thash edhe më parë, nëse ne kemi nevojë për 1600 megawatt, edhe prodhimi vendor është 800-850, llogaritë që ti dush me importu gjithë atë vlerë që vjen 2 fishën e asaj, edhe normalisht nëse një kufe, për shembull, i ka veç 500 megawatt, ti nuk mundesh asnjëherë me i marr 500 megawatt, se e para është tepër shtrejt, e dyta ka edhe shtetet të tjera të cilat blejnë aty. Edhe nëse don me bleni megawatt, për shembull 10.000 euro, nuk ka mundësi. Do thotë s'ka të bëjë me as çmime, se kapaciteti është çaq i kufizuar sa që ti nuk mundesh me pru energjinë elektrike në Kosovë. A keni arrit me siguru kapacitetet të mjaftueshme dhe të nevojshme për vitin 2026 dhe më na tregu ndoshta pse nuk e keni bërë këtë gjë në vitin 2025? Po, për vitin 2026 kemi arrit me siguru kapacitetet të mjaftueshme, ndërkohë që në vitin 2025 nuk kemi mujtë me bërë këtë gjë sepse nuk na është aprovuar nga regulatori. Për këtë vetë ne kemi kërkuar nga regulatori që më na u njoftë në kosto edhe pavarësisht që aktualisht jemi akoma në shqyrtim tarifor, regulatori na ka dhënë dritën jeshile që mund të sigurojmë kapacitete edhe do të thotë për vitin 2026. Marr parasysh që edhe njëra nga njësi gjeneruse e termocentralit Kosova Bet do t'jetë në remont për 8 muaj këtë vit, ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme që pak a shumë të përgatitemi edhe të sigurojmë kapacitete të mjaftueshme për këtë vit. Do më thonë, këto kanë qenë pak a shumë disa prej arsyeve që nuk është siguru kapacitetet e nevojshme në vitin 2025? Kapacitetet, nëse flasim veç për kapacitet, ka qenë që s'kemi pas dritë jeshile nga regulatori, sepse duhet të bëhet shumë më herët. Në ndërkohë që kërkesa për konsumë është shumë e lartë. Patjetër që janë procedura, po normalisht çdo shpenzim i cili bëhet për konsumatorin fundor, gjithmonë duhet të reflektojnë në tarifa, sepse po bëhet për konsumatorin, edhe ne jemi kompani e rregulluar, edhe normalisht nuk mundemi me funksionu pa kostot të cilat na aprovohen prej rregulatorit. Në vitin 2025 ka ndodhur edhe liberalizimi i tregut energjetik, a është realizuar kë në plotësi edhe çka do të ndodhë tutje?
Nuk mund të them që është realizuar në plotni, me qenë se veç një grup i konsumatorëve ka dalë në treg të hapur, marrë parasysh që në shtetet e tjera të rajonit ka edhe konsumator shtëpijak që janë në treg të hapur edhe mund të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre. Por me udhëzimin e regulatorit, do të thotë të gjitha bizneset të cilat kanë mbi 10 milion euro ose mbi 50 punëtor kanë dalë në treg të hapur. Rrjedhimisht, kjo ka pas edhe sfida me qenë se ka qenë një tranzicion në aspektin e energjisë elektrike, po gjithsesi ne kemi pas rol këç në informimin e konsumatorëve edhe pavarësisht që nuk kemi pas lista të sakta se cilat kompani do dalin në treg të hapur, ne i kemi ftu bizneset me na ndihmu me të dhëna edhe me i pa ne se a i plotësojnë kriteret për me qëndru në FSHU, pra tek furnizuesi i shërbimit universal me tarifa të rregulluara apo jo. Gjithsesi ka qenë një proces kompleks, sfidues, po gjithsesi mendoj që ja kemi dalë shumë mirë, ka punu një ekip jo shumë e madhe, me qenë se edhe dhënat kanë qenë tepër të ndihshme, kanë nënshkruar edhe një letër për konfidencialitet për pas asaj bazikës të cilën e bëjmë në kompani, edhe deri më tani procesi ka shku shumë mirë, lehtë, edhe në portofolien e Kesko Premiumit ka mbi 50% të konsumatorëve, po jemi në fazën tjetër përgatitore, me qenë se liberalizimi i tregut nuk është një proces i cili bëhet vetëm një vetë dhe stopon, ai është i vazhdueshëm. Kemi fillu përgatitjet për informimin e konsumatorëve të cilët i kanë plotësuar kriteret për të dalë në treg të hapur nga 1 janari 2025 deri në fund të vitit 2025. Nga 1 prilli të gjitha këto biznese pra që i plotësojnë kriteret do dalin po ashtu në treg të hapur. Kemi fillu përgatitjet, po ecë jashtëzakonisht mirë edhe së shpejti kemi me fillu edhe me informata zyrtare për gjithë secilin. Për këtë ata të cilët janë duke na shikuar dhe duke na pa në këto momente, po ndoshta edhe për disa bizneset që nuk janë mjaftueshëm të informuar ose nuk kanë qenë fort të interesuar të dinë kriteret për të dalë në treg të hapur, në pika shkurta me na përmend disa prej tyre ndoshta më të rëndësishmeve që do t'i plotësoj një biznes për të dalë në treg të hapur. Aktualisht janë veç 2 prej tyre, pra ashtu jemi udhëzuar nga regulatori, pra të gjitha bizneset të cilat kanë më shumë se mbi 10 milion euro qarkullim, edhe ose më shumë se 50 punëtor automatikisht dalë në treg të hapur. Do të thotë janë vetëm këto 2 kriteret të cilat duhet të plotësohen për konsumatorët që dalin në treg të hapur, apo për konsumatorët të cilët do të vazhdojnë furnizimin me tarifa të rregulluara. Gjatë këtyre ditëve të fundit dhe gjatë krejt kësaj periudhe kemi pa që janë paralajmëruar disa protesta për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike. Si i komentoni këto dhe na sqaroni pak më shumë se çka keni kërkuar dhe pse keni kërkuar rritjen e të hyrave maksimale të lejuara? Atëherë sa i përket protestave, padyshim që protestat janë drejt legjitime secilit qytetar të Republikës së Kosovës, po është shumë e rëndësishme me u kuptu edhe për arsye të cilat mund të çojnë në ndryshime tarifore. Do të thotë po flas qoftë për rritje tarifash, qoftë për ulje tarifash. Rrjedhimisht ne si kompani jemi rregulluar dhe i kemi të rregulluar të gjitha çështjet, si të hyrat, si fitimin, si borxhin e keq, edhe gjitha çështje tjera. Normalisht kur rritet kërkesa për konsum, rritet edhe importi. Edhe normalisht që importi duhet të reflektojë në tarifa, sepse kemi importu më shumë se sa që është na leju nga regulatori për vitin paraprak. Edhe normalisht ne si kompani kërkojmë që këto kosto të reflektojnë në tarifa. Por gjithsesi, aktualisht nuk po flasim për shqyrtim tarifor, po flasim veç për aplikim për të hyrat maksimale të lejuara. Në momentin që regulatori i vendos të hyrat maksimale të lejuara për secilën kompani që është në sektorin energjetik, tek pastaj fillon edhe shqyrtimi tarifor. Pra, çdo fjalë për rritje tarifash në këtë periudhë për cilën po flasim është e pasakt, sepse në fund të fundit vendimin për tarifa e merr zyra e regulatorit, edhe neve si kompani na mbetet veç me ekzekutu atë vendim edhe me vazhdu tutje me ato tyra që na ka leju, po mënyrë që me mujt me operu për këtë vetë sa ma mirë edhe me siguru energji elektrike për konsumatorin fundor.
Për krejt qytetarët të cilët me ish mangë kështu protestat, qysh me kursy rrymen? Qka do të me pas parasysh për me kursy rrymen edhe nështë mos me ju ardhë fatura aq e shtrejtë sa po thonë edhe po ankohen? Faktikisht, nëse flasim me statistikat e Eurostatit, do me thonë, po flasim vetëm për 6 mujoshin e parë të vitit 2025, Kosova i ka çmimet më të lira në rajon. Aktualisht jemi duke pritë edhe raportin e dytë, do të thotë për gjysmëvjetorin e dytë të vitit 2025, po atë zakonisht e qesin në muajin mars, dhe aktualisht nuk është regullua akoma kjo pjesa e 6 mujoshit të dytë. Por gjithsesi, Kosova ka çmimet më të lira në rajon të energjisë elektrike, edhe jo veç tash. Do të thotë ka vite që ne brenda vitit bëjmë 4 deri në 5 kampanja të kursimit, në mënyrë që me informu konsumatorët se si me kursy energjinë elektrike, jo veç për xhepin e konsumatorit, po çështu e ndihmon edhe sektorin, i ul mbi ngarkesat, ka probleme ma pak, po faktikisht kjo është zinxhir. Nëse njëra prej sektorit nuk funksionon siç duhet, atëherë gjithçysh ka me pas probleme. Nëse nuk kursehet, ngarkohen mbi ngarkesat në rrjet, edhe domosdoshmërisht ka pas rastin ndoshta që tek operatorët teknik janë shkaktu djegjet në asetet e tyre, pikërisht për shkak të mbi ngarkesës. Kështu që është shumë e rëndësi me kursy edhe me u mundu me përdorë energjinë elektrike në mënyrë racionale. Po them nëse jetu gatu ose diçka, atëherë mundohu 5 minuta rreth përfundimit përgatitjes me ndalë shporetin, ose mos me i lanë gjitha drita dez aty ku nuk është e nevojshme, energjinë elektrike, do të ngrojen me energji elektrike, sidomos me klima, me lanë temperaturë stabile, si që është e parapare edhe nga ekspertët, dimri tash 23-24 është e mjaftueshme, po gjithsesi në vazhdimsi po mundohemi me sjell këshilla të prekshme, të përditshme, që secili konsumator mundet me i bë. Po besoj që këto këshilla kanë marrë përmes kampanjave të cilat ju i realizoni në mënyrë që ti vedisoni qytetarët për mënyrën se si të kursejnë, besoj kanë me vazhdu edhe këto. Pa tjetër që po, do të Kesko ka ekspert brenda kompanisë që janë ekspert të kursimit, edhe rrjedhimisht kalkulimet të cilat i bëjnë ata, do nëse për neve do këtë shumë e vogël, ndoshta një veprim i vogël, ajo ndikon shumë nëse flasim në periudha fatgjate. Pra nëse bën kalkulim për një vit, atëherë shes sa shumë ke mujt me kursy. Po ajo se çka është e rëndësishme është mos me u te i kalu edhe blok tarifa. Sepse në moment që te i kaluat blok tarifa, gjithsesi që çmimi ka me ardhë ma i shtrejt se sa nëse nuk e kishe kalu blok tarifën. E gjithashtu është mirë me mundu me përdor energjinë elektrike dhe gjatë periudës së natës, do të kur është edhe tarifa me e lirë, po në vazhdimsi do jemi afër konsumatorëve me këshilla edhe me mundu me i tregu qysh me kursy energjinë elektrike. Pra, me sa mujtëm me e kuptu gjatë krejt këtyre minutave sa bëm bisedë, ka qenë një vit kogja dinamik edhe kogja i ngarkuar për Keskon 2025. Mund të them jo veç për Keskon, ka qenë një vit sfidues për gjithë sektorin energjetik. Ka pas shumë gjana të reja, ka pas sfida nga më të ndryshmet, po gjithsesi mendoj që ja kemi dalë shumë mirë, edhe padyshim që ne do të vazhdojmë edhe me kujdesin ndaj konsumatorit në secilin aspekt. Pavarësisht kësaj, ne kemi me fillu edhe me kampanjën për përditësimin e danave, sepse është tepër me rëndësi që secili konsumator me pas njësorin mbi emrin e vet, edhe normalisht kjo është forma më e mirë që kërkush nuk mundet me ta keq përdor emrin, njësorin tënd e as më të lënë borxhe. Do thotë kushdo që ka kohë, mundësi, është shumë e rëndësishme u paraqit pranë pikave të Keskos anë kënd Kosovës, edhe me kërku me bë përditësimin e danave nëse aktualisht nuk e kanë bërë deri më tani. Pra kjo është vetëm një nga projektet të shumta të cilat ka me realizu Kesko gjatë vitit 2026, nësa po e kuptoj. Do kemi edhe gjërat e tjera, sa i përket çështjes. Na tregu pak në detaje të shkurta këto projektet edhe këto gjanat e reja të cilat do t'i sjell ose do t'i punoni Kesko gjatë vitit 2026. Që padyshim që për neve top prioritet është konsumatori dhe ofrimi i shërbimeve sa ma kualitative për konsumatorin. Do të ne kemi punu në këtë aspekt, kemi hap qendra të reja, jemi mundu me rinovu se cilën hapësirë që me qenë sa ma rehatshme dhe ma këndshme për konsumatorin.
kemi ofru edhe mundësi të ndryshme të pagesave. Jemi të punu jashtëzakonisht shumë edhe në aplikacionin iKasko, ku konsumatorët munden përpos me bë pagesa të shpejta edhe me i pa konsumin, edhe me i pa krahasimet të cilat ata i kanë shpenzu energjinë elektrike nga muaj në muaj apo nga viti në vit, edhe padyshim në digitalizim të shërbimeve, orientimin ka energjia e gjelbërt, edhe projekte të ndryshme, si të kursimit, si të përditësimit donave, tashmë edhe të liberalizimit të tregut, po gjithsesi gjithmonë sektori energjetik vjen me sfida të reja edhe ne e kemi për detyrë që me i rregullu ato edhe me qenë afër konsumatorit në secilin aspekt. Besoj jeni të gatshëm për sfidat që do t'ju vinë, ndoshta edhe ato të papritshme, siç zakonisht ndodh në përgjithë sektor. Patjetër që po ka edhe gjana të papritshme të cilat mund të ndodhen, po gjithsesi do t'jetë pak sfidues në aspektin që ashtu si që përmenda më herët, njëri nga bloqet do t'jetë në remont për 8 muaj edhe rrjedhimisht që kjo përpos që është kost të shtesë, është edhe angazhim shtesë në sigurimin e energjisë elektrike, po gjithsesi uroj e shpresoj që ky vit ka me qenë edhe më i mirë edhe më i mbar, jo veç për Keskon, po për gjithë sektorin energjetik në Kosovë. Që t'jemi më të qartë, bloku që do t'jetë në remont për 8 muaj pas rritjes tarifave të cilat veç se i përmende dhe i spjegove detajisht, mund të ketë edhe reduktime ndoshta të rrymës gjatë kësaj periudhe sa është në remont bloku? Jo, reduktimet nuk është që ndodhe në bazë të këtyre planifikimeve, po gjithsesi Kesko nuk i vendos se kush do të ketë reduktime, po gjithsesi varet gjithmonë nga kapacitetet për cilat folëm pak më parë, po uroj që s'do të ketë reduktime, as do të ketë e nevojshme të ketë reduktime për konsumatorët. Po urojmë edhe po shpresojmë që jo, sepse normalisht rryma është shumë e nevojshme për gjithë secilin qytetar të Kosovës. Margarit, faleminderit shumë që ishe sot me ne dhe ndave në më detajisht pikpamjen e Keskos për vitin 2025 në rrjetin energjetik dhe ndave krejt këto planet e reja të Keskos për vitin 2026. Shumë kënaqësi për mu. Faleminderit edhe juve për ftesën, natyrisht që është shumë kënaqësi dhe padyshim këtu jemi sa herë që ka nevojë për secilin informat, jemi shumë transparent edhe jemi të hapur për secilën pyetje të cilat mund t'i keni sa i përket Keskos. Faleminderit shumë, me kënaqësi si gjithmonë.